Kombi shqiptar, rruga e gjatë një populli u mësua të mbjetonte historisë prologu i lashtë, rënjet e padukshme të identitetit. Historia e kombit shqiptar nuk është linear si një urë e drejtë. Ajo është më shumë si një pyll i lashtë, ku disa rënje janë aq të thella sa nuk shihen më, por vazhdojnë të ushqejnë trungun. Shpesh në bisedat historike shqiptare qarkullon fjala Pellazg, një popull i përmendur nga grekët e lashtë, i mbuluar nga mjegulla e miteve, dhe që historikisht shihet si një popullsi e hershme e Egjeut dhe Ballkanit. Shkenca moderne nuk i lidh shqiptarët drejt për drejt me Pellazgët si vimësi etnike, por ajo që pranohet botërisht është kjo. Në territorin e sotëm shqiptar, mijëra vite para ilirëve, ka pasur popullsi neolitike, e neolitike dhe të epokës së bronzit që formuan bazat e kulturave më të mëvonshme të Ballkanit. Dhe mbi këto bazamente, diku në mileniumin e dytë para eres sone, nis të ngrihet një botë tjetër, bota ilire. Këtu fillon historia reale e shqiptarisë së hershme. Ilirët, populli e ëllëgjurmë të rëforta e gjeografin e Ballkanit. Ilirët nuk ishin një fis i vetëm. Ishin 10 fise të lidhura nga gjuhë të ngjashme, kulturë përbashkët dhe territori gjerë që shtrihen nga Slovenia në veri, deri në Epir në jug, nga Adriatiku në perëndim deri në Serbinë e sotme në lindje. Gjuha dhe identiteti. Rënjet e gjuhës shqipe përputhen qartësisht me grupin ilir. Kjo nuk është propagandë kombëtare, por konsensus i linguistëve që shqipja është trashëgimtare e një gjuhe indo-evropiane ballkanike, e cila nuk ka vazhdimsi me trakishten apo greqishten, dhe përputhet më së shumti me zonën ku dihet se flitej ilirishtja. Pra, shqiptarët janë pasardhës ekskluziv të çdo fisi ilir, janë komb që ka ruajtur një vazhdimsi etno-gjuhësore të traditës ilire. Dhe ky fakt është baza e identitetit ton historik. Mbretërit ilire. Në shekujt 8-2 para eres sone, mbretërit ilire u ngritën si fuqi të rëndësishme të Adriatikut. Mbretëria e Taulantëve në Bregdetin qendror, mbretëria e Ardianëve, e fuqishme në Nagronin dhe më pas mbretëreshën Teut. Dardanët që jepnin një forcë të madhe në thellësinë e Ballkanit. Flabeatët në zonën e liçenit të Shkodrës. Ilirët kontrollonin tregtinë, portet, minierat, rrugët toksore. Kishin kulturë detare, qytete të fortifikuara, simbole të qarta, si heliqet, fibulat, tumat, dhe një traditë luftëtare që i bëri rival të Romës. Rënja nën Rom. Pas një sër luftërash me Republikën Romake, 229-168 para eres sone, mbretërit ilire u integruan në sistemin roman, por jo me zhdukje, përkundrazi. Ilirët u romakizuan ngadalë, por ruajtën gjuhën në zonat malore, dhe u bën një burim i madh i ushtarëve perandorak. Perandor romak si Diokleciani, Klaudi II Iliriku, Konstanci Qlorus, ishin me prejardhje ilire e shumet e tjere. Pra, identiteti ilir nuk u zhduk, vetëm u zhvendos. E gë Roma të mesjeta, kërëlindin arbërit. Pas rënjes së perandorisë romake të perëndimit, 476, Ballkani u bë arenë migrimesh. Slav, avar, got, bulgar. Por këto migrime nuk zhdukën popullsinë vendase. Ajo u zhvendos në zona më të mbrojtura malore, dhe ruajti gjuhën e saj që evoluoi drejt shqipes së hershme, që nga shekulli 6 fillojnë të shfaqen forma të reja të një etnonimi. Arbër, arbënesh, arbëror që romakët e kishin shënuar si albanoj. Ky është momenti kur formohet shqiptaria mesjetare, Principata e Arbërit. Në shek 7 shfaqet entiteti i parë politik shqiptar, Principata e Arbërit, e themeluar nga progonët në Kruj. Ky është i pari shtet shqiptar i dokumentuar. Më pas lindin principata të tjera: Arjanitasit, Topijajt, Balshajt, Kastriot, Dukagjinët, Zahariajt, Gjomarkajt. Të gjitha këto krijuan një mozaik politik që ruajti lirinë lokale. Shqipja në dokumente. Në 1284, në një dokument të Raguzës, për herë të parë përmendet gjuha shqipe. Në 1462, Pali Engjëlli shkruan fjalinë e parë në shqip: Unë të përkujtoj ty. Në këtë periudhë formohet identiteti i qartë kulturor dhe gjuhësor shqiptar. Epoka e Kastriotit. Kërë një emër u bërë simbol evropian. Në 1405 lind njeriu që do të shndërrohej në figurën polihedrale të kombit, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ai nuk është mit. Është personazh historik i dokumentuar nga Osmane, Veneciane, Aragoneze, Raguziane. U rrit në oborin Osman, u bë komandant i jashtëzakonshëm, mandej u kthye në Adhe për të ngritur lidhjen e Lezhës, 1444, një konfederat e principatave shqiptare. Lufta kundër perandorisë osmane.
Për 25 vite, Skënderbeu mbrojti territorin shqiptar dhe Europën nga ekspansioni osman. Qëndroi kundër Muratit II te Mehmetit II te Fatihu, me disa nga ushtrit më të mëdha të epokës. Aftësia e tij si strateg njihet ndërkombëtarisht. Trashëgimia. Pas vdekjes së tij, 1468, rezistenca dobësohet. Në 1479 bien kështjellat e fundit. Por emri i tij vazhdon të mbetet simbol i identitetit shqiptar. Në diasporë, në kujtesën mesjetare, në letërsinë europiane. Shqiptarët rëperandorin osmane, 1479-1912. Mbyllja e portës të hë lindja e identitetit modern. Perandoria osmane solli një epokë të gjatë, komplekse, me pesha të rënda mbi strukturën shoqërore shqiptare. Por shqiptarët nuk u zhdukën as nga lufta as nga gjenocidi osman kundër shqiptarëve. U përshtatën, u rigjeneruan, shpesh u ngritën në nivelet më të larta të perandorisë. Konvertimet dhe rolet administrative. Shqiptar të shumt u konvertuan, asimiluan në islam gjatë shekujve 16-18, shpesh për arsye sociale dhe politike. Ata u bën vezir të mëdhenj, komandant, sanxhakbej, arkitekt, si Mimar Sinani, me prejardhje të mundshme shqiptare. Por vendi nuk kishte shtet. Territorët u ndan në vilajete. Arsimi, kultura dhe gjuha u lan pas dore pasi osmanet nuk lejuan asnjë shkolle në gjuhën shqipe. Kryengritjet dhe pashallëqet. Shqiptarët shpërthyen herë pas here në kryengritje. Pashallëku i Bushatlinjve në Shkodër. Pashallëku i Ali Pash Tepelenës në Janin. Kryengritjet e mëdha të vitit 1823-1824. Kryengritjet e viteve 1878-1881. Ali Pasha krijoi një shtet gjysmë të pavarur, që tregoi se shqiptarët kishin potencial për autonomi. Lidhja e Prizrenit, 1878. Ngjarja më e rëndësishme para pavarësisë. Shqiptarët kërkuan mosndarjen e trojeve, autonomi, mbrojtje nga copëtimi pas traktatit të Berlinit. Ky ishte momenti kur identiteti modern kombëtar u artikulua qartë. Pavarësia, 1912. Kërë Shqipëria lind RS të rëstuhisë. Më 28 nëntor 1912, në Vlorë, Ismail Qemali shpalli pavarësinë. Por Shqipëria lindi në kushte thuajse të pamundura. Fuqit e mëdha nuk e donin një Shqipëri të madhe. Serbia, Mali i Zi, Greqia dhe Bullgaria kishin hyrë brenda territorëve shqiptare. Kosova, Çamëria, Sanxhaku i Nishit, Tetova, Manastiri, u shkputën e shumë trojet e tjera. Vendit ju lan vetëm 28.700 km. Por ky akt shpëtoi vetë ekzistencën shqiptare. Shekulli 20 Një komb ndërmjet diktaturave, luftës të rindërtimit monarkia vete shpallur e Zogut. Zogu u përpoq të modernizonte shtetin, por varësia nga Italia. Reformimet e kufizuara. Konsolidimi i pushtetit autokratik. E dobësuan vendin. Lufta e dytë botërore. U formuan Lëvizja Nacional Çlirimtare. Balli kombëtar. Legaliteti. Pas luftës, komunistët morën pushtetin. Diktatura komuniste 1924-1991. 45 vite. Izolim. Kontroll total. Shtet policor. Ndëshkime, burgje, internime. Por dhe industrializim e arsimim masiv. Ky sistem krijoi plagë të thella shoqërore. Rënja e komunizmit dhe tranzicioni i dhimbshëm. 1990 e një këtej. Emigracion masiv. Kriza ekonomike. Luftë për institucione. Korrupsion i lartë. Konflikti 1997. Ringritja graduale e shtetit. Shqiptarët e Kosovës. Kërë identiteti u mbrojtë gjak. Kosova është pjesa më tragjike dhe heroike e identitetit shqiptar në shek. Shpërnguljet e viteve 30-50. Represioni Jugoslav. Demonstratat e 1981. Lufta e EK 1998-1999. Masakrat e kryera nga ushtria dhe policia serbe. Eksodi i 1 milion shqiptarve. Bombardimet e NATO-s. Pavarësia, 17 shkurt 2008. Kosova mbetet simbol i qëndresës shqiptare. Shqiptarët e diasporës. Shtylla e padukshme e kombit. Nga arbëreshët e Italis, shek. 15 të emigrantët në Amerikë, Europë, Australi,
shqiptarët në diasporë kanë luajtur rol të madh në ruajtjen e gjuhës, botimin e librave, financimin e luftërave për liri, rikthimin e ideve demokratike. Diaspora është krahu i dytë i Shqipërisë. Shqiptaria e sotme, ndërmjet krenarisë prej madhështisë të lodhjes e papërgjegjshmëria, duhet të thuhet troq. Shqiptarët trashëguan histori të fortë, por shtet të dobët. Dhe ky paradoks është plagë e hapur. Nga kemi ardhur, nga një prej popujve më të lashtë të Europës. Ku jemi? Në një shtet që ende nuk ndërton institucione të forta. Pse? Sepse politika shqiptare në vend të shërbimit publik është marrë me pushtet personal, me klientelizëm, me korrupsion, me grabitje pronash, me skandale zinxhir. Pse duhet të ndryshojmë? Sepse ky komb i ka mbijetuar Romës, Osmanëve, dy luftërave botërore, gjenocidit, komunizmit, coptimit, emigrimit masiv, por nuk mund të mbijetoj për jetë korrupsionit të vet. Epilogu. Çdo të thotë të jesh shqiptar serta? Të jesh shqiptar nuk është thjesht të valvisësh flamurin në 28-29 nëntor. Është të kuptosh se ky flamur ka kaluar mbi male i lire, është ngritur mbi kështjella arbërore, është mbrojtur 25 vite kundër perandorisë më të madhe të kohës. Ka udhëtuar me arbëreshet, është grisur nga diktaturat, është djegur në luftërat e Kosovës, është harruar ndonjëherë, por kur nuk është dorëzuar. Identiteti shqiptar nuk është dhurat, është çmim i paguar me gjak, djers dhe kokfortësi që herë na shpëton, herë na lëndon. Shqipëria është një urë e gjatë prej mijëra vitesh e shekujsh. Nëse ajo bie, nuk është faji i historisë, është faji joni të gjallëve. E ardhmja nuk do të vijë nga politikanët, do të vijë nga një brez që e kupton se shqiptaria nuk është thirrje folklorike, por përgjegjësi qytetare. Nëse të parët tanë mbjetuan perandorive, ne duhet të mbjetojmë vetvetes.